në për vizita private që nuk i njofton, nuk i lajmëron dhe përdoret nga këta mashtruesit për të mbledhur paratë e botës, të cilët pastaj na hedhin edhe në gjyqne. Ky është problemi i madh. Ky është pa precedent, besoj unë, asnjë vend të botës nuk ka pasur një kryeministër që të luajë këtë rol. Unë kisha një gjë tjetër, nëse po ta mbani mend disa vit përpara kur ishte fillestar si kryeministër që sa i kishte shijuar këto marrëdhëniet personale, bëri një vizitë në Florida. Ne dhe opinioni publik u njohëm se vajti pa pothuajse në radhët e para të fushës një ndeshje basketbolli të NBA, që ishte me çmime të jashtëzakonshme. Një nga arsyeja pse vajti në Florida për 3 ditë ishte për të parë babain e një biznesmeni që mirë me rregullimin e çative, por që kryeministri shqiptar ishte shumë i interesuar, jo vetëm në bashkëpunimin për që këta dhe një grup tjetër qytetarësh shqiptar amerikan të investonin në Karaburun ose në disa pjesë të Shqipërisë ose në Peshkopi ku ishte origjina, dhe thoshte i bëra një vizitë se babai i tij ishte shumë i smur. Ky nuk çan kokën, sikur t'i bjerë bombën mes të shtëpisë për pjesëtarët, jo për baban e një njeriu që e ka njohur para 2 vjetëve. Domethënë kjo është e para, po është i lidhur si konkluzioni vetëm për të afruar njerëz të tillë. Dhe un jam plotësisht nga analiza e mikut tim Tonit se si e bëri për ramën, po dua të them një gjë. Është aq profesionist dhe aq niveli të vogël sepse nuk ka vizion as për drejtimin e shtetit, për asnjë gjë, por është mjeshtër në këto mënyrën se si tregje. Se po të shikosh, ky është i vetmi që pranon si në alohen në zyrë. Ky është i vetmi që takon i pari McGonigal. Dhe McGonigal i përcakton dhe skemën se si duhet fitoj. E kupton? Tani miret me Roni Efet. Po të shikosh, gjitha të shkrimet ndërkombëtare, analizat që bëhen, thonë edhe shtetet tilla ku korrupsioni është i madh, ku mafia vepron si në Serbi me Vučićin, kur vete puna për të bërë një marrëveshje për ushtrin, nga serioziteti, dhe ata paguajnë jo pak, 350 milion në vit serbët, për në bashkëpunim me Izraelit. Ky tani vën ndërmjetës. Ky gjenë Ronin dhe pasaj bën që unë do të bëj zhvillimin e industrisë të armatimit në Shqipëri, sepse ky është përfaqësuesi. Kjo është skandal. Domethënë, këtu kemi një njeri jo vetëm të papërgjegjshëm, njeri që është, duhet të themi që ka arritur koha që të jetë shqiptarët të ndërgjegjësohen, që nga dita në ditë ky bëhet një kërcënim për interesat dhe ekzistencën e Shqipërisë. Si është puna të Shqipëria vendi NATO-s, të kjo puna e armëve edhe ndërtimit resurseve të reja, aq sa kam njohuri unë. E ka bllokuar NATO-a, disa. E ka bllokuar? Po. Okej. Është ky Michael Filderman, është një multimiliarder izraelit. Okej. Tani, të tërë ata kanë bllokuar kur janë, domethënë, kontrata të rregullta shtet me kompani direkt. Jo të futesh edhe ndërmjetës si që kanë bërë këtu, që të shikoje skemën nuk e kuptoje dot se sa kompani tjera shqiptare që janë, ku në të gjitha dilte 20% kajo, që është kjo ndërmarrja shtetërore, që ky thot e justifikon si gjithmonë, si gjithë investimet, duke përfshirë dhe të Alabarit në Durrës, që kemi edhe neve 1% si shtet. Në fakt, kjo është një ruajtje e interesave jo vetëm të do shikojmë se shpejti dalin Alabarit, se shpejti do dalin ca dhëna për Alabarin. Po edhe kjo. Prandaj, të gjitha këto janë që ky është njeriu që do nisë me interesat e tij. Do nisë nga analiza që tha ambasadori lidhur me ky nuk i bie ndërmend për të, as nuk ka vizion për shtetin, por në fakt intrigën e bën shumë mirë, pra mashtrimin e bën shumë mirë. Faktikisht edhe këta nuk e bën mirë sepse shumë shpejt i